Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni Drejt për Drejt, e thëna e pa thënë. Me Hoxhën Ekrem do të vazhdojmë sot me një temë tjetër. Temën e sotme po e quajmë e kujt është rruga, apo i kujt është sokaku. Do të flasim pra edhe për vlerën e ruajtjes së ambientit. Mirë se vjen Hoxh. Mirë të takojmë verë. Më e kafshme është sokaku, themi, kur flasim për atë rrugën para shtëpisë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Besoj po, bujar, se kur themi rruga ka kuptim edhe manifestim të shumë dimenzional në jetën tonë. Do të thonë, është rrugë, mundet me qenë nga njerë edhe kur flasim për diçka jo materiale. Nërsa kur përmendet sokaku, e dim se, do të thonë, është ajo hapësira e përbashkët që e ndonë me fqinjet, që nuk është... Edhe pse gjeneratat e reja nuk besoj që e din të gjithë gjeneratat e reja konceptin e sokakut e kanë më ndryshe. Gjeneratat më hershme, pasi që edhe janë kujdes për sokakun, e din. Edhe përveç që janë kujdes edhe kanë lujt aty edhe kanë kalu posaçërisht pjesën e fëmijërisë, ndoshta edhe të rinisë. Edhe është ajo pjesa e përbashkët e cila nuk është e askujt, por është e të gjithëve. A vazhdon të jetë e tillë? Në vetdijen tonë, realisht, ligjërisht edhe juridikisht. Po, mirë, por në vetdijen tonë disi si veç ajo pjesa që, sa shte jam, ndoket që ajo po dominon pak më tepër. Është i farë but kuptimi, deri te dera e shtëpisë kujdesemi në përpikmëri, ndërsa pasaj a thu, mendojmë se mbaron përgjegjësia apo çfarë? Kur thu deri te dera e shtëpisë, ka është kahja, pe jashtë apo mbrana? Prej mbrana, sa prej jashtë. është e gjerë pastaj. Bujar është për keqardhje, sigurisht. Është për keqardhje kur e shohim se sa të kujdesshëm jemi në brendin e shtëpive tona, oborreve tona, ose të banesave tona, dhe sa është përfillës jemi në korridoret e ndërtesave tona në radhë të parë, e pastaj edhe në sokaqet tona, ose rrugët e lagjet e përbashkëta që i kemi, besa këto një keqardhje do të me shpreh edhe për atë pjesën, tash për neve si komunitet fetar, edhe për pjesën e oborrit xhamis, parkingut xhamis, e kështu me radhë, e shohim se sa na duket si diçka të cilën thjesht e shfrytëzojmë, por nuk na përket neve, as të kujdesemi për te, e as ta mirëmbajmë, as t'i largojmë mbetorinat, as ta pastrojmë, as ta trajtojmë në mënyrë pedante, ashtu që, për shembull, i shohim njerëzit duke i parku makinat, se sa mungon vëmendje, sa mungon edukata, kultura. Nëse e ka gjetë një hapësirë të bollshme për makinën e tij, e ndalën në mes të hapësirës, edhe aty ku ndoshta mund të parkohen 3 makina, aty mas ati zotnis, ma as edhe një nuk e zen. E njëjta gjë është edhe në parkingjet e xhamive, edhe në oborret e xhamive, edhe kështu me radhë. Po menoj si popull, si qasje ndaj shfrytëzimit të përbashkëtës. E kemi shumë të mangët qasje. Kur jemi tek makina, kjo është problem ndoshta më i vogël përballë përdorimit të shpesh të makinave dhe pa nevojë, ndotja e ajrit, ndotja e ambientit. Ajo pastaj është pra, kur flasim për ambientin përgjithësi. Vetdijes nas kemi mrit ai derse ambientit ala. Unë e kam një shprehje të edhin vojar se gjatë komunikojmë bashkë për një gjatë cilën nuk e di, thëmë s'kom rrita e ders. E të kjo rrujtja e ambientit edhe mos përdorimi pa nevoj edhe i makinave, nëse është e mundën, për një mend kolektivisht është një kapitull të këtë cilë akoma s'kemi arrit. Ton kjo bot kuptim, vetëm e imja, çka është e imja, kujdesem për të. Duke qenë se që në fillim e përmendëm, nuk ka qenë kështu më herët. Jo, kështu ka qenë. Jemi kujdes për sokakun, të azëm, për atë ambientin para shtëpisë. Por për te sokakut kemi konsideru se për një mend së është e jona. Për shkak të regjimit atërshëm. Pikresht. Edhe unë mendoj se që tu është lidhja e shkakut edhe pasojës, për me mujtë pastaj me pas një qasje korekte ndaj këtyne, si me thonë,
deformimeve në mendësinë tonë, për me mujt me i trajtu dhe për me mujt me i përmirësu, do të me e kuptu për nga rjedhen. Në të kalumen, pra, ani pse kemi jetu në vendin tonë, por shtetin si shtet e kemi pas armiqësor. Edhe për këtë arsye i kanë thonë mali i shtetit, ose ara e shtetit, ose toka e shtetit, ose kështu me radhë, edhe ajo në një farë mënyre është trajtu si diçka e armikut të cilën mes tjera ka bo edhe me e damtu. Ka bo edhe me e keq përdor, e kështu me radhë. E tash, na kemi arrit lirin, elhamdulillah. I bje për këtë të përbashkët të ndikush edhe a jetën. Po, pikërisht. Pastaj e kemi arrit me e pas edhe shtetin tonë, pasi që është bo pavarësia, por atë mënyrën e të mendumit akoma nuk e kemi regullu si duhet, nuk e kemi rrotullu në atë nivelin që tash s'ka mo kur gjatë hujen këtu në këtë vend tonin, të gjitha janë tonat. Dallimi qëndron vetëm në faktin se atë s'mundesh me e tjetërsu. Sokakun, lagjen, parkun e qytetit, rrugën, trotuarin, parkingun, nuk mundesh me e shit ti edhe me i marr paret se po të vynë për me martu djalin, ose po të vynë me shku në pushim. Qëto s'mundesh me e bo, për ndryshe e jotja është. Po atësa është e jotja, se kjo e jotja fundit është të borë jote edhe mundesh, po e zonë, për ndonjë arsye, nëse e ke pronë tonën specifike, private, mundesh me nxjerrë rendit e shtëpis, me ilon në borë, për shkak se kime e ly, kime me remetu në shtëpi. Po s'mundesh me i qitë në sokak. Për arsye se ajo është e jotja, po pa të drejtë të uzurpimit qoftë edhe të përkohshëm, pa të drejtë të qitjes së pengesave. Këtu hala menojmë në mënyrë primitive, fatkeqësisht, edhe derisa të mos e rregullojmë këtë punë, shumë kemi me pas të lashen. Ashtu kemi shumë, si me thonë, shqetësime nga njerë janë atë natyrës ekzistenciale, por vetës ja rëndojmë, ose ja lehtësojmë jetën me sjelljet tona, me gjestet tona, edhe me kujdesin që kemi. Edhe në momentin që e shohim për shembull se organet e rendit kanë marrë aksion edhe dalin për shembull me i xhobit veturat e parkume vend e pa vend, njerëzit me njëherë revoltohen. Anë të vërtet nuk e din se, si me thonë, këta janë duke e meritu një trajtim të atij. Edhe sigurisht që edhe organet e rendit nuk do të merreshin me këtë punë, me këtë qasje gjobitëse, sigur të mos ishte skajshmërisht e nevojshme. Ne sot kur hecim rrugëve tona, detyrohemi me ecë në rrugë për shkak se trotuarët janë të zanona prej veturave të parkume. Neve kur hecim vetë nuk e kemi atë problem, po problem është për shembull për fëmijët e vegjël, për nxënësit e shkollave, për nanat. Këto gjese nuk justifikojnë mungesat e parkingjeve, është problem tjetër. Jo, përveç mungesave të parkingjeve, po edhe mungesat hapësirave të mjaftueshme, ne nganjëherë edhe trotuaret vetë për ecjen e këmbësorëve janë shumë të ngushta. Unë menoj bujar kështu, vetëm në vendet e pazhvillume ose të prapambetuna, ose në vendet banorët e të cilëve po përgjithsu gjithsesi kanë defekte në mënyrë të mendumit, vetëm në ato vendet e gjonë, për shembull, në një pjesë të rrugës trotuari është 2 metra i gjonë, mas 50 metrave është 1 metër i gjonë. Mas 150 metrave tjera është vetëm kaq, një pllom, e tash ku ka shku ajo, muret kur i shes janë të shtrembra, a rruga është e drejtë, aty e shesit dikush që thonë atë gjuhën e vjetër, dikush e ka hëngër mexhen. Dikush e ka fut trotuarin në bord vetin. Dhe më thonë, këtu e shes se për një mend është e jonja për ta shfrytëzu, po jo për ta përvetësu, jo për ta uzurpu. Pastaj e sheti gjithashtu që krejt kjo pastaj i tërheq në formë zinxhirore një mori problemesh, deri te disa më të rënda që janë konfliktet mes njerëzve për arsye të kësaj natyre. Kur kthehemi në perspektivën tjetër, edhe mundohemi me thonë, me qitë në pah, qysh do të duhet të ishte kjo punë. Atëherë e kuptojmë se nëse i referohemi Islamit. Ashtë pjesë e besimit? Nëse i referohemi pikërisht të deshtave. Kjo çështje apo është vetëm çështje kulture? Është edhe çështje kulture, po Islami e trajton edhe si çështje të besimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një deklaratë të mrekullueshme për këtë punë, e që ne të paktën si musliman, si besimtar, si fetar, sikur ta analizonim
Sigurisht që nuk do ta kalonim me kaq lehtësi punën e keqpërdorimit ose shpërdorimit të hapësirës së përbashkët, ajo që quhet hapësirë publike, ose të mos mirëmbajtjes, ose edhe më keq të ndotjes, hedhjes së mbeturinave kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot imani është 60 ca, në verzionin tjetër 70 ca deg. Më e larta deg e imanit është formula la ilaha illallah, ndërsa më e ulta është heqja një pengese, çfarë do të qoftë ajo nga rruga. Paramendo, e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deg të imanit, heqjen e pengesës nga rruga. Kjo për me i motivu besimtarët që kudo që shohin ndonjë gjë e cila nuk e ka vendin aty, ndonjë mbeturin, ndonjë letër, ndonjë çka do të qoftë, me e marrë dhe me e largu. Kjo vepër e vogël është, por është vepër e vogël, por veprat e vogla a din ku qëndron mirësia e veprave të vogla. Se ato bëhen lehtë, kur bëhen lehtë është lehtë me i bë shpesh. Është e mundur me i bë shpesh, e masani nuk mbeten të vogla më. E njëjta gjë është edhe me gjunahet të vogla, i shpërfillim nganjëherë. Mirë, po duke i përsërit ato më nuk mbeten të vogla, madje edhe për këtë na e ka tërheqë vërejtjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë keni kujdes nga gjunahet e nënvlerësuara. Për arsye se ato thot i ngjajnë një zjarrit të madh, të cilin e ndezin një grup njerëzish, por e ndezin me mund të vogël dhe të lehtë, secili e ka sjell një krane, një deg të thatë, një diçka, dhe pastaj prej asaj bëhet një zjarr shumë i madh. Këtilla janë edhe mëkatet. Por në anën e kundërt, këtilla janë edhe veprat e mira, edhe virtytet, edhe si më thonë, nëse secili prej neve personalisht t'ja bonte vetës detyrë që të paktën një pengesë në ditë ta largonte nga rruga. Duke qenë se po e zom të flasim për qytetet caktuara që i ka 50.000 banor, po e zom. Për aty në 50.000, hajtë themi vetëm 20.000 do të aplikonin këte. Në ditë do të largoheshin 20.000 pengesa, 20.000 mbeturina nga rruga. Edhe ata zotnit e kompanive të pastrimit, pastaj edhe punën do ta keshin shumë më të lehtë. Mirë, po shihit tash sjelljet tona në përgjithësi. Ka përjashtime padyshim, mirë, po fatkeqësisht fotografia dhe pamja është e përgjithshme. Edhe aty kur dalim në rrugë ose me ardh dikush, një jabanxhi që e themi ne, edhe me i pa sidomos hapësirat përreth kontenjerave të mbeturinave, të mbushur me jo vetëm të mbushurit së të mbushur, po të derdhun pastaj edhe jashtë vendeve të caktuara për to, aty nuk mundet dikush me fitu përshtypjen se këtu në këtë lagje, po jetoj ka një bujar i cili nuk hedh mbeturina çdo kond. Pse? Përshtypja ajo pamja është e përgjithshme. Edhe një farë mënyre prej çortimit pothuajse nuk amnistohet askush. Andaj e kemi jo vetë që e kemi obligim fetar, po e kemi obligim edhe njerëzor edhe të logjikshëm. Po që di që nuk keni dëshirë me gjyku gjëra drejt për drejt, po me që heqja e pengesës nga rruga është sevap, edhe vendosja e pengesës është gjuna. Pa pikë dyshimit që po. Nëse themi me fal namazin është sevap, me lon namazin është gjuna. Nëse themi me braktis të keqen është sevap, me punu të keqen është gjuna. Do më thonë, kjo është logjika, dhe është logjike thjesht. Nuk jem duke gjyku as njënin, as një person, që jem të folë për kërkon, jem të folë për vete. Edhe jem të folë, jem të ngritë zonin e shqetësimit në mënyrë që për një mend të trokasim në ndërgjegjen e secilit. Edhe të aktivizojmë atë arsyen e mbrendshme e cila kishme na bo më të kujdesshëm. Nuk është marrë për një copë letër ose një facoletin që ato qoftë ta vendosim në xhep. Derisa të arrijmë te vendi i veçantë për hudhjen e mbeturinave. Mundën me qenë shumë me vend ato ankesat tona, se i themi e i shkruajmë nganjëherë, po ama duhet a disa 2 kilometra do të më hec, dhe të gjojsh një vend për hedhjen e mbeturinave. S'bëhet nami 2 kilometra një facolet me majt në xhep, s'bëhet nami. Ose deri në shtëpi kur të shkojsh me vendos të mbeturinat e shtëpisë tone, ose nganjëherë jemi duke udhëtuar me vetur edhe me i hedh gjonat prej dritare. Ajo është pamja më e shëmtuar që mundum me e dhënë.
Pse me I hedh, leq aty në makinë, se funit zbat name, për që ta kërkush s'munët me të sha, ama për që... Se makina duhet jetë e pastër, duhet... Po mirë, shumë mirë se duhet jetë e pastër, se ti e mbush me mbeturina, që në edhe pastran mas andej. Edhe ata zotnit atje që merren me pastrimin e makinave, ta rregullojnë edhe s'ki kur farë problemi, por nuk e ndot ambientin se nëse do të vazhdonim pa ndërprej, vetëm të hedhim mbeturina, kemi përmendë edhe tash një natë ka qenë çështu diçka tema, çka do të bëhej sikur për shembull kompanitë specializuar për mbledhjen e mbeturinave, vetëm 2 ditë ose 3 ditë të mos vepranin. Po thonë ne do të jetonim nuk e di në çfarë gjendje, ndoshta do të smureshim të gjithë, se ato bëhen edhe, si më thonë, epicendra të epidemive të ndryshme. Dhe hoqë, problemi qëndron të mendësia, apo jo? Pa pikë dyshimi që po. Unë po menoj ne të gjithë, pa prejashte, edhe nga kadrështrimi fetar, edhe institucionet arsimore, edukative, po pse jo edhe institucionet e zbatimit ligjit, du t'jenë më rigoroz në këtë aspekt. Unë e di se ka ligje për ruajtjen e ambientit, për mos hedhjen e mbeturinave çdo kond, me qenë më rigoroz, me shqiptu gjoba, për arsye se dikush vetë disohet me këshill, po dikush vetë disohet me ligj. Edhe në këtë aspekt, secili, edhe ky, me kalimin e kohës krijohet shprehi, për arsye se ne e dim se njeriu mes tjerash është edhe një lloj pengu i shprehive të caktume, të mira ose të këqija, të cilat përvidhen pa u vrejt. Në vend se të lëmë shprehit e këqija të dominojnë neve dhe të bëhen pjesa jone, si me thonë, e aparencës të parë, paraqitjes të parë, pastaj edhe vlerësimi do të bëhet negativ, le të bëhen shprehit e mira të një njeriu të kujdesshëm, të një njeriu të pastër, të një njeriu pedant, të një njeriu I cili jo vetëm që nuk hedh mbeturina, por pra që sa ka mundësi largon mbeturina nga rruga. Unë I vrej disa njerëz, tash po e qes bisedën pak një kuptim pak më pozitiv. Disa njerëz në rrethin tonë, sidomos në qarqet fetare, ma thonë, po edhe e vrej edhe vetë, thotë çdo ditë jap sadaka. A 10 centa, 20, 50, 1 euro, pa ka rëndësi, po thotë mundohem që asë një ditë e Zotit mos me më kalu, pa dhonë sadaka, dhe kjo shprehi e mirë. Nëse arrin njeriu këtë me bo shprehi, atëherë kjo shprehi tani kthehet në virtyt. Unë apeli ime dhe thirrja ime, masi jemi duke e trajtu këtë temë, do të ishte bane shprehi që çdo ditë të paktën një pengesë me e largu nga rruga. Po, për me e bo këtë shprehi, një pengesë me e largu nga rruga, ti paraprakisht dush me pas zhvilluar me atë shprehin që mos me qitë ti vetë pengesa në rrugë. Po pra, dhe më thonë punën e hedhjes të çfarë do lloj mbeturine, sa do e vogël qëta ajo. Me e pas të nënvizume me vit kuqe. Unë nuk e hedhe një copë letër, nëse duhet me shqy, e lën xhep mirë, por nuk e hedhe në rrugë. Ata që pinë duhan, mos me hedh cigarën në rrugë, ani pse pimja e duhanit është gjo e keqe, nuk është e mirë, po me gjithat edhe aty mundet me nxjerr njëri një lloj mirësjellje. Pastaj, nëse këto e nënvizojmë dhe rregullojmë me vija të kuqe, që hiç nuk I shkelim edhe ju rrim gati, atëherë e bën atë pjesën pozitive, mbi zero, që të paktën një mbeturin gjatë ditës me e largu prej rrugës, një pengesë, le të jetë edhe një guralec, për arsye se kemi ne edhe guralec që mund të mos jenë shumë të mëdhenj, mirë po në situatat caktuara të rrezikojnë, kalon një makinë e shkel edhe mundet me të godit me te. Mu më ka ndodhur për shembull me mu thy gjami I makinës për shkak të një guraleci që e ka shkel makina tjetër në kalim. Jo ti s'mundesh mi thonë ati, ma theve gjamin, se s'ta ka thy gjamin, ta ka thy e guraleci që se ka pas venin në rrugë. Po flasun me I nal kerët në rrugë edhe me dalë në autostradë, po në rrugët ku kalojmë, ku qarkum në trotuar. Hasim pengesa, vazhdimisht. Do më thonë mundësi për me fitu sevap, edhe me bo njëri, përveç që bën punë të mirë në shërbim të komunitetit, po edhe me fitu shumë sevap, kjo është një mundësi e artë. Pra, ka shumë rëndësi shembulli personal. Po. Hoxh, një ditë e pash në rrjetet sociale, dikush prej prindërve të një shkolle në Prishtinë kishte publiku një fotografi me një thes me pak mbeturina dhe kishte shkruar një thes me vete 3 minuta punë. Dhe rreth shkollës ai kishte mbledh ca mbeturina, do thot ka hek disa pengesa nga rruga.
Dhe kjo sigurisht ndodh në sy të fëmijëve. Sa ka rëndësi kjo për edukimin e gjeneratave të reja, gjeneratave të ardhmërisë së shoqërisë? Po paramendot të është një fëmijë i cili rritet duke pa shembull të këtillë. Edhe e sheh një njeri, një burr të pjekur, i cili edhe me pamjen e tij mund të jetë pamje respektabile. Edhe e sheh me një thes të zi duke mbledh disa mbeturina për të mirën e atij fëmije, jo vetëm të fëmijës vet, por edhe fëmijëve tanë të gjithë neve. Edhe ai rritet me atë pamje, sigurisht do të frymëzohet. Edhe në të kundërtën, me e pa fëmija babën e vetë se po hedh mbeturina, ai mendon se kjo punë s'pas ka kurfar telashe, kurfar probleme. Unë e kam një shok bujar, kur sarë kemi dalë me hecnë për natyrë, ai gjithmonë e ka pas një thes me veti. Një thes të madh të mbeturinave, edhe ku ka gjetë mbeturina, zakonisht njerëzit dalin në natyrë dhe bëjnë piknik. Ushqime, pije, shishet plastikës e kështu me radhë, i merte ato shishet, i shtypte dhe i futte në thes. E ka pas një shkop të gjatë me maje, i shpante edhe derisa mbushej ai me shishe kështu, e pastaj i shtypte dhe i futte në thes. Pastaj atë thesin ose 2-3 thas i lente në pikat caktuara, ka kthej i merte, i futte në bagazh të makinës edhe i kthente i çonte në vendin e mbeturinave. Na kemi dëshirë me shku dikun edhe me bo piknik, me po një natyrë të pastër, të kënaqet syni. Mirë, po nëse unë kom dalë sot, edhe i kom lënë mbeturinat e mia aty, çka do të bëhet nesër për atë që vjen mas meje? Ose çka do të bëhet për mua nëse du të dal pas një jave sërish? Kush ka me i hjek bërllogjet e mia që i kom lënë aty? Andaj kemi shumë veprime, nuk janë të komplikume, janë të thjeshta. Nëse ke dalë me bo piknik, merr thesin e mbeturinave me veti. Po edhe nëse ke dalë shëtitje, s'bot në me marrë një thes ose një qese, qoftë edhe jo shumë të madhe me vete, në mënyrë që me mbledh disa mbeturina edhe me pastru ambientin. Mos me ardhe sapi masanej me u krahasu 2 fate dhe me thonë, këtu jetojnë njerëzit, pamje ekstreme shëmtume, edhe këtu jetojnë kafshët, pamje e bukur edhe e pastër. Kjo është e dhimbshme. Në anën tjetër, hoqë, duhet menduar që ambientin nëse ndotim, nuk është vetëm një ndotje e thjeshtë, por në fakt edhe po i bëjmë dëm kolektivit, i bëjmë dëm komunitetit. Ajo pastaj është hala ma e rrezikshme nëse prap e trajtojmë nga këndvështrimi fetar i besimit. Edhe këtu i kemi dy perspektiva të kundërta, po janë interesante shumë. Ai i cili bën mirë e gjen të mirën, ai i cili bën mirë, ai do të shpërblet tek Allahu fuqiplot. Por ai i cili bën keq, ai pastaj do të jap përgjegjësi për aq sa ka pas refleksion ose ka pas ndikim negativ e keqja e tij. Pra është pa drejtësi. Ndotja e ambientit është pa drejtësi e madhe dhe në këtë rast pastaj kujdo që i ke hyrë në hak. Për shembull, po kthehemi prapë te natyra, del njeriu me bë piknik edhe futet në tokën e dikujt. Nuk është toka jote, është toka e filanit. Po ai zotnia nuk e ka rrethuar dhe ndoshta nuk e ka bezdi pse ti bën piknik me familjen të rrin 1 orë, 2 orë aty. Mirë, po ti çfarë domi i ke bë aty nëse ja kilon bërllogjet tua aty. Edhe kur kime pas kohë ti edhe mundësi me u halashtis me te, me ja kërku halalin, me u kompenzu në kuptimin e përgjegjësisë, çka nëse kime vdekë edhe kime dalë para Zotit me qatë përgjegjësi. Do thonë është shumë e pakëndshme. Në anën tjetër, prap do t'i krijojmë dhe t'i kultivojmë ato shprehite e mira dhe pozitive, që kudo që gjejmë edhe hasim pa rregullsi me mujt me e drejtu. Do thonë çdo gjë që nuk është në rregull, me mujt me e kthy në rregull. Me atë sa mundemi, me atë sa na përket. Pikërisht e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri thotë i cili e ka pas shprehim me kalu ka një shteg në natyrë. Edhe një moment caktuar mas një kohë kur po kalon aty sërish, po e sheh se një shkurrë është rrit pak më tepër dhe degët e asaj shkurrës kanë dalë edhe pothuajse e kanë zonë shtegun e kalimit të njerëzve. Edhe ky mezi po kalon aty. Edhe o kthye ka marrë edhe e ka prej atë degë. Domethënë e ka liru shtegen, e ka qel udhën. Pse? Për arsye se vetë ka hasë në vështirësi, edhe ka thonë vallahi, përderisa e kam të mundën, nuk do të alotë se dikush tjetër pas me ta ketë këtë vështirësi deri kalon. Do të thonë e ka pas një motiv të thjesht, jo thjesht veç për vete, por edhe ka menduar edhe për të tjerët. E ka bën një veprim të thjesht që funit në
në natyrë nuk janë edhe që vrehen qatë shumë, se shumë ka shkore, shumë ka shtigje, shumë ka kështu. Mirë po epilogë i kësaj ngjarje që ka rrëfy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bukura, qëndron në faktin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Allahu ja pranoi atë angazhim. Edhe tregoi mirënjohje për atë angazhim edhe e futi në xhennet. Para mendon me fitu xhennetin, një gjë kaq të vlefshme me një veprim kaq të thjeshtë. A është e mundur, është shumë e mundur, për çfarë arsye? Për arsyen e thjeshtë që e dim parimisht se Allahu i madhruar mos tepër mi ka dashuri për ata njerëz cilët janë të dobishëm për rrethin edhe për njerëzit. Sepse është efekt zinxhiror për sakt. E veprimet e tyre pastaj mund të jenë të lehta, mund të jenë të vogla, mund të jenë të kufizuara në sytë e njerëzve, mund të thotë dikush këto janë pa ndikim. Te ti janë pa ndikim, po te Allahu fuqiplot kanë peshë dhe kanë vlerë. Pse? Për arsye se Allahu i madhruar mes tjerash, ai sikur e shohim ne veprën, Allahu e sheh motiven. E sheh njetin. Dhe Allahu i madhruar sa më i dlir, sa më i pastër të jetë motive dhe njeti, aq më shumë e ofron shpërblime. Në anën tjetër, Hoxh, përveç se dikush është i pakujdesshëm, ai nuk e pranon përgjegjësinë që ka ndaj të tjerëve, ndaj ambientit, madje edhe refuzon iniciativa, pengon iniciativa për pastrimin e ambientit. Përveç se s'merr pjesë vet. Po. Kjo sa është jo motivuese për ata të cilët duan ta mirëmbajnë ambientin. Po, bujar, njerëzit me gjithatë pikrisht këtu edhe dallojnë. Ata që ndotin edhe ata që pastrojnë. Ata që rregullojnë edhe ata që çrregullojnë. Ata që për shembull me shpërfilljen e tyre me vepra të vogla po e ngarkojnë thesin e tyre me shumë përgjegjësi, me shumë gjunahe. Edhe ata që për shkak të vetdijes edhe motive të mirë që e kanë, prapë ngarkojnë bagazhin e tyre me gjëra të imta apo të bukura, me sevape. Pra, pikrisht këto mes tjerash qëndron edhe dallimin mes njerëzve. Nuk është lehtë me dëgju për shembull derisa ti flet për temat këtilla edhe me pa tjetrin i cili për shembull është aq shpërfillës ndaj kësaj edukate, ndaj kësaj kulture, saqë thotë çfarë më s'ka merret kë. A deri s'to ka ardhur puna, po deri s'to ka ardhur puna. Edhe nëse dojmë e qitë edhe në një rrafsh tjetër, në këndvështrim tjetër, po, edhe qëto janë manifestimet të patriotizmit dhe dashurisë, që ashtu që janë manifestimet të mirësisë dhe devotshmërisë. Do thonë të gjitha qëtu ngërthehen, për shkak se bjeshkët e mëdha përbohen prej guralecave. Edhe devotshmëria e madhe është prej veprave të imta dhe thjeshta mes tjerash, edhe patriotizmi bëhet mes veprave edhe mos them sakrificave, po edhe sakrificat hyjnë gjithsesi, duke filluar prej atyre më të thjeshtave. Andaj ai i cili e don vendin e vet, ai do të më e dashur atë edhe më e majt të pastërt. Ai i cili e don popullin e vet, edhe kombin e vet, ai duhet mos më shkaktuar shqetësime. Të fillu prej kojshive në radhë parë, se gjithmonë rrezja e veprimit fillon ti je epicendra, e pastaj sa të mundesh me u zgjonu. Do të thonë borxhi yt është shtëpinë tënde me e majt në rregull, edhe të tjerëve përreth, ata që i ke afër, mos më u shkaktu as rregullime, as shqetësime. Ka pas raste për shembull kur njerëzit në fqinësi nuk kanë qenë rahat prej fqinjeve të tyre, edhe e mungesa e rahatisë nuk është do e mos me konë se fqiu vjen në shtëpi edhe të shqetëson, po mjafton ai gjun bërllog në rrugë, ja ti s'dihesh rahat, ose ti e ndikimi është të tjetri, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikrisht për këtë e ka dhënë një deklaratë të rrezikshme, me be e ka marrë, me betim. Ka thonë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 herë është betu se nuk është besimtari, kanë thonë kush është ai fatkeq ja Rasulullah. Thotë alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Ai person fqiu i cilit nuk është i sigurt edhe i garantuar prej sherrit të tij dhe prej dëmit të tij. E dëmet shkaktojnë forma të ndryshme, edhe me ndotje të ambientit, edhe me ndotje akustike, edhe me
munges kujdesi ku po e lën makinën edhe veturën, apo i nxan dy parkingje, apo ja lën edhe kryeshisë një edhe me sjelljen. Edhe me sjellje, edhe me të gjitha ato. Mos të flasum që përballë kësaj janë ato, si me thonë, motivimet edhe nxitjet e islamit që Kojshin e ka bo pothuajse të shajt, e ka bo sikur se me e pas fare fes, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur Xhibrili edhe ka fillu me më këshillu qysh me u sjell mirë me Kojshin, saqë thot një moment caktuar veç prit kur po më thot edhe hisja e Kojshis në pasuninë tonë është kaq edhe kaq. Domethënë që tu fillon e pastaj vazhdon kjo sjellja jone edhe ky qëndrimi ynë vazhdon ku do që mrim na me shku edhe me u paraqit. Edhe nëse shkojmë në një qytet tjetër ku se njohim askend, as na njeh askosh atje, prap duhet jemi të vëmendshëm që të mos bëjmë veprime të cilat e cenojnë rregullin, pastërtinë, rendin, sigurinë, çka do të qoftë, edhe pse nuk njihemi në atë vend. Në anën tjetër, Hoxh, është ajo shprehja me një lule nuk çelet pranvera. Dhe kur kemi këto lloj pengesash edhe nga njerëzit për të bërë ndryshime në shoqëri, vjen menjëherë kjo shprehje sikur një individ nuk e bën dot dallimin. Unë menoj se këshilla keni për këto çaste, për këta njerëz të cilët dëshpërohen dhe ndalen, pastaj kjo logjik nuk do të jetë përgjithësuese bujar. E vërtetë është se me një lule nuk çel pranvera, por a mundet dikush me mohu se me gjithatë një lule qelë e para më pranverë? Ashtë qështu apo jo? Nuk qelën, besoj unë, të gjitha për njëherë. Ose nuk qelën të gjitha për njëherë, ndoshta nuk qelë edhe vetëm një, qelën 5, 10, s'ka rëndësi. Mirë po... Pas do të hequr dorë. Absolutisht. Jo, a di pse, për arsye se ai i cili e merr iniciativan, tash, i pari që e merr iniciativan, ai nuk e ka vlerën edhe nderin edhe sevapin vetëm të punës vetë, pa e kap vlerën edhe sevapin edhe të punës tjerëve, derisa ti e bo frymëzim për ta. Kështu që nëse themi e bëjmë një thirrje të përbashkët të banorëve të lagjës, a dalim ditën e diel në ora 8 në mëngjes edhe e pastrojmë lagjën. Ai që e merr iniciativën e ka shpërblimin më të madhin. Po pastaj ata Kojshit, ata nuk janë njerëz xhungullës, nuk janë njerëz të kohës të gurit, pjesa dërmuese ose të gjithë janë njerëz të mirë, po ja që dikujt ka nevojë nganjëherë mja tërheq vretjen, po megjithatë në esencë mund të jetë njeri i mirë, kështu që ai pastrim i bën njerëzit më të kujdesshëm, sidomos nëse ndonjëri prej tyre mund të mos jetë shumë i vëmendshëm, po hajt për hatër të Kojshive ka dalë dhe ai me pastru. Ai nesër nuk ka me hedhë mbeturina. Po du të them se kur nuk duhet me shpërfil ose me nënvlerësu veprimin e vogël. Veprimin e vogël, po se po, po një iniciativë të mirëfillt, nga e cila mund të rrjedhin pastaj shumë veprime të mëdha edhe të mira, edhe shumë frymëzime, edhe shumë mirësi. Mirë, Hoxh, faleminderit për pjesën e parë të dashur miq. Shkputemi për pak çaste, kthehemi pas pak. Tani është radha juaj të dashur miq, mund të na telefononi që të bëni pjesë e emisionit tonë, të drejtoni Hoxhës me pyetje, ndërsa ne do të lexojmë një mesazh. A përfiton, thot, i vdekuri nga sadakaja që japim për të? Po, kemi po mënoj një temë, një shqetësim me qujtë. I gjalli e ka një të vdekur që e ka dash shumë, edhe do të bënd të qmas që ati me i bo hajër. Po, duke qenë se kanalet e komunikimit janë të kufizume, në të vërtetë, vetëm ato që na janë të regu në përmjet shpalljes, në përmjet mësimeve islame, atëherë ato janë të kufizume. Për sadakan ka argumente dhe dëshmi se lejohet që t'jipet sadaka në emër të vdekurit, edhe derisa është konfirmu me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë, padyshim që domethënë nëse ne e kemi për një mend një gjë të tillë, ai edhe përfiton prej sadakas që jipet për te. E njëjta gjë është edhe me lutjen, e njëjta gjë është me istigfarin, edhe me veprimet të cilat janë legjitimuar nëpërmjet shpalljes që mund të bëhen edhe të udhërohet sevapit të vdekurve. E kemi edhe një pyetje që flet për këtë temë, thotë ana dëgjojnë të vdekurit kur i vizitojmë, kur u çojmë selam ose kur lutemi për ta.
nuk besoj që na dëgjojnë. Për arsye se ata tash kanë kaluar në një dimension tjetër të jetës. Nuk na dëgjojnë, mirë po ajo lutja jon u shkon se vapi dhe ata në një farë mënyrë e kuptojnë se dikush u lut për ta. Ka ardhur një transmetim, thot njerëzit, dikush prej njerëzve befasohet nga një shpërblim për cilin nuk e di se e ka vepruar vetë, e i thuhet kjo është istigfari i fëmijëve tu për ty. Fëmijët tu për kërkojnë falje, thonë o Zot fale babën tim, fale nanën time, dhe aty ju shkon shpërblimi. Inkuadrojmë tani një telefonat, alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Apo të gjojemi mirë, po? Shumë mirë. Elhamdulillah, se jo në kalune, gjona që ndërë janë këtu. Bujar... Ndonë do njerë të mos dëgjohet mirë telefonata. Po, Albert? Po, sigurisht. Unë e shë këtë problem se mungon kultura e popullit tonë, ose mungon edukata për çdo sen, edhe në këtë rast për mjedisin. Neve si njerëz lakmojmë vendet e huaja, për pastërtinë e mjedisit e çka do qoftë. Pra do më thonë, pse mos më mundu edhe këtu në vendin tënë me i pru që ato regula. Do më thonë, me marrë këtu traditat e aty në shteteve, do më thonë që janë të mira, traditat mira kuptohet, edhe me i pru të na. Do më thonë, së na vetë jemi tipat të tillë, sa që prishim çdo gjë, prishim e pritëret e autobusëve që i pritin në ushtarët autobusat në për qytetet të ndryshme, konkretisht për shembull. Pra, kur te e mon pastërtinë shpitone, me mundu edhe me mojt edhe aty ku del... Edhe jashtë shtëpis, po pra. Po pra, jashtë shtëpis. Faleminderit shumë, Albert. Bujari ju përshëndes shumë, edhe ty, edhe Hoxhën Ekrem, edhe stafin atë që janë jashtë mikrofoni që ata e bojnë të mundshme me unë dëgju edhe na. Edhe jo, neve edhe na juve. Edhe të dëgjuesit e Radio Kritera se të shikues të PIS TV-s. Faleminderit shumë. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Një detaj interesant, sepse për vende tjera të zhvilluara flasim me admirim për pastërtinë që është në ato vende, për dijen për ambientin që ka. Po, nga njëherë shkojmë për të vizituar ndonjë vend edhe rregulli rendi pastërtia është e mahnitshme. Shohim madje edhe zhvillim, ndoshta edhe ekonomik të ngjashëm, edhe nëse themi pse nuk e kemi transportin publik si kur në Filanvenin, pse nuk e kemi rregullimin, industrinë, ekonomisë në Filanvenin, këto janë gjëra që nuk arrijnë lehtë. Mirë, por nëse flasim për pastërti, për rujtje të ambientit të kështu me radhë, këto janë gjëra që arrihen shumë lehtë. Atëherë pse nuk ja bëjmë vetes këtë pyetje? Pse nuk e kemi, pse nuk kemi edhe ne atë të kujdesshëm, as të edukum, as të kulturum që domethënë me e mirë mbajt ambientin për rreth neve. Bujar, unë e them se nuk është marrë me lakmuna atë që është e mirë, madje nuk është marrë edhe me e imitu ose me e përvetësu si shprehi, me u mundu me e përvetësu si shprehi atë që në duket se është shprehi e mirë. Pra, do të kalojmë tek një mesazh tjetër. Thotë, Hoxh, sot shpesh po përzien rolet në familje. Si ka nda feja detyrat e burrit e të gruas që me pas qetësi në shtëpi? Fillimisht do të thonë se detyrat edhe përgjegjësitë janë të ndame, por nuk janë të ndame me sakicë. Kur them me sakicë, do të thonë nuk janë të ndame në mënyrën më të prerë edhe më gjithmonë me kufit e kuq. Me kufit kuq, bravo. Do të thonë gjithmonë ka hapësirë për ndërthurje edhe ndërveprim në të gjitha ato obligime edhe përgjegjësi. Shpesh po thotë ngatrohen këto përgjegjësi. Unë mendoj se deri te ngatrimi mes përgjegjësive ndodh kur njëra palë nuk i kryen punët e veta që duhet. Për shembull, nëse burri kryefamiljari nuk është i përgjegjshëm sa duhet, atëherë ai lën hapësirë që dikush tjetër në familje, kush do të qoftë ai, me u mundu me e marr
përgjithësinë e asaj punës ose atë rol të cilin ai do të më kry. Kështu që nëse jemi secili në nivelin e vet të përgjithësisë, nuk prish punë, jo që nuk prish punë, po është e pamundën të jetohet ndryshe përveç se me ndërveprim edhe me bashkëpunim. Allah i madhruar kur thotë wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndihmoni ndërmjet vete në mirësi dhe devotshmëri. Nuk di të ketë dikush që e ka më borxh me apliku që të ajet Kuranit se sa antarët e një familjeje. Ajo është për të gjithë besimtarët. Mirë, po nuk mund është ti me ndërvepru me dikën jashtë shtëpisë ma shumë se sa me, për shembull, burri me gruan e vet edhe anasjellta, as prindi me fëmijët, vllau me vllaun, me motrën, me kështu me radhë. Kështu që në këtë aspekt duhet të na udhëheq pikërisht ky urdhër kuranor, kjo porosi kuranore që të ndihmohemi reciprokisht në atë që është mirësi edhe devotshmëri. Nëse kështu veprojmë, problemet do të minimizohen. Jo që jeta jonë do të bëhet jetë e xhenetit, se kjo ndonjë është e pamundur, mirë, po do të kemi mundësi që të jetojmë mirë me probleme të pakta, të menaxhueshme dhe jeta përveç se do të marrë kuptim, do të bëhet edhe e këndshme. Po pra. Pyetja tjetër, a kanë të drejtë nipat e mbesat në trashëgimi kur babai i tyre ka vdekur? A no ka bol edhe një natë stash frek që kjo pyetje? Po gjetë, është rikthy këtu në listën time. Po. Kisha thonë, me a bo dikuj tjetër këtë pyetje. Vazhdoj me pyetjen tjetër, me sprova, hoqë. Pse po sprovojmë kaq shumë edhe pse mundohem të jemi mirë? Po, veç dush kuptu një gjë, sprovat nuk janë për njerëz të këqij. Sprovat janë për njerëz të mirë. Ose dikush që ndoshta nuk është sa duhet i mirë me u bë hala më i mirë, ose dikush që është i mirë, Allahu don me ngrit hala më tepër, me shpërbly e kështu me radhë. Sprovat janë ligji i Allahut në cilin ne nuk kemi ndikim. Sprovat nuk vinë me meny, me thonë, këte po e du, këte s'po e du. Këtë sprov po e du si paragjell, këtë tjetërën po e du si pjatë kryesore, këte po e du si desert, kjo s'ndodh. Po vinë ashtu që shika para pa Allah voqi plot. Një gjatë cilën na do të me pas parasysh në vazhdimësi. Me vazhdu me u bot mirë. Ajo gjithsesi. E përmendi, po mundohem vazhdimisht jemi mirë. Po, duhet gjithsesi me e kuptu se në se cilën sprov, Allah i madhruar ta ka fsheh ka një dhuratë. Vëmendja jote është ajo e cila të bën me kapat dhuratë edhe me ngrit, dhe me avancu. Prap ki mos provu. Mirë po kime qenë ma ngritur. Nëse Zotin arrujt shpërfillja e bën, mos me kap dhuratën, tani ekziston ajo afër dëshpërimit. E pse mu Zoti po më sprovan e këtë pyetje mos ma bën mu, po s'është etika Zotit mi apo veç dije se Zoti të sprovan për të mirë. Mirë, vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për Hoxhën e nderuar. Po. A mjafton veç logjika që na ka dhënë Allahu më rritë dituria, apo duhet patjetër me mësua dhe me lexu? Nëse po mundsi më tregu se është balanca mes arsives dhe diturisë në Islam. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit. Duket kemi një tjetër telefonate, mirëpresim. Alo? Mirë broma, alo? Mirë broma. Desha me bo një pyetje Hoxhës. Në jetu e jashtë venit, po mendoj në gurbet, e me të zonë deka më vorrosi jashtë Kosovës, a unë gjëna? E qartë. Desha me bo një pyetje Hoxhës. Faleminderit. Thot, a mjafton logjika për me arrit të dituria apo duhet punë? Logjika është mjet. Po është mjet shumë i mirë, edhe shumë efikas për me arrit të dituria. Po nuk është mjeti i vetëm, edhe si e këtill nuk mjafton. Kërkimi i diturisë pastaj është një mjet tjetër. Nëse bëhet bashk zellin kërkimin e diturisë, çfarë do diturie qoftë ajo? Mësim, studim, holumtim. Edhe logjika ose mendjem prektësia, kur të dyja bëhen bashk, atëherë ajo dituri që arrihet do të jetë shumë e mirë, shumë cilësore, shumë edhe në aspektin e sasisë do të jetë e shumtë edhe kështu me radhë. Mirë, po njëra pa tjetrën nuk shkojnë. Ndoshta do të
do të me përmend që e hasim jo rrallë të një pjesë e njerëzve që Zoti ju ka dhënë inteligjencë dhe mendim përgjithësi, ndoshta nuk janë shumë të zellshëm dhe të vullnetshëm edhe rrallë takohen të dyjat. Pra, kur takohen të dyjat ndodh mrekullia. Arsyeja dhe dituria? Arsyeja dhe dituria. Po logjika dhe arsyeja për mua janë gjëja e njëjtë. Tash çka nënkupton shikuesi me arsyeja dhe dituria parafrasisht çito është. Logjika dhe arsyeja është ajo e mbrëmshmja, dituria është ajo pas cilës ti duhet me varapu edhe për cilën duhesh me angazhu. Vdekja jashtë vendit dhe varrimi atje? Është gjuna, nuk është gjuna se na asnjëri prej neve nuk e dim se ku ka me na mri vdekja. Edhe ne që jetojmë këtu, nuk e kemi të garantuar se çto kena me vdek. E pastaj, megjithatë është breng, domethënë është breng edhe shqetësim që njerëzit tonë akoma e trajtojnë me seriozitet këtë punë, nëse vdes atje, ka varrezat muslimanëve, ban me u varros atje, nuk ka kur fartelash, hiç s'ka pengesë se ku varroset njeri. Por edhe nëse insiston me ardh me u varrosin vend vetin, edhe kjo është në rregull. Mirë, vazhdojmë tutje. Alo, Noni. Selam aleikum. Aleikum selam. A jeni mirë si jeni? Mirë, faleminderit. Po ju? Mirë, alhamdulillah, faleminderit. Dhe sa më pyet hoxhin, na bën, apo mund të Noni. më bën pak? Faleminderit. Unë jam 40 vjeçar. Nëse pak tash, për me pak në zgjaku, në shkokin e martesës. Po, deshta me pyet hoxhën, ka me një përsi lloj frike, diçka se di pse. Por dhe kështu me gjetë fotën e jetës më martu, me kriju familje. E kam një qartë si lloj frike, se di as vetë di pse. So me në kërtu as vetë pse. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Aleikum selam. Kuadrojmë një telefonues tjetër, alo? Po s'kemi? E pas ka friksu dikush shumë për punën e Jo, martesës. nuk e ka friksu. Nuk e ka friksu askush sa mundet njeriu me friksu vetën, edhe janë disa procese jetësore, nuk po du me gjyku edhe nuk isha pas qef në asnjë mënyrë me u keq kuptu që nëse dikush ka avancu në moshë s'u martu, që u bon nami ose kështu me radhë. Mirë, po janë disa procese që nëse bohen në moshën e përshtatshme, në kohën e duhur, atëherë edhe si me thonë përballimi aty në proceseve, aty në ndryshimeve është shumë më i lehtë. Martesa është proces shumë serioz jetësor. Edhe njeriu sa më i pjekun e shes sa më seriozisht. Pastaj sa më seriozisht to e po, nganjëherë mundet me kalua i kujdesi në frikë. Po ti më dëgju mu, atë frikën e lën anash edhe e kçyr qyshme e realizu çet proces në një mënyrë sa më të mirë edhe sa më të shpejt, duke mos e vonu, për arsye se nëse e vonon hala më tepër, atëherë ajo frika ka me të shtu. Ajo nuk është frikë reale, ajo më shumë është kompleks. Po menoj është njerëzore njëri me pas një lloj rezerve ndaj të ardhmes të panjohurës e kështu me radhë. Por jo me u shëndur në ankth. Mirë, po një gjë kje parasysh, po ta them me siguri të plotë dhe me përgjegjësi të plotë. Martesat ta rregullon jetën, ç'më thon në mënyrë të cilën ti se imagjinon dot. Është procesi natyrshëm, njeri ka nevojë me u martu. Kështu që mos e shtyj, mos u komplekso, mos tjerë shumë, edhe masarej, inshallah Allah ta lehtëson sa më shpejt me ndodhë kime më kënu rahmet. Mirë, vazhdojmë tutje, presim një tjetër telefonat, të shohim se çfarë pyetje ka, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Ndeshta një pyetje për hoxhën. Po? Kam problem me gojë, falna në kërrik. Po, unë tha dikush të mi lyme do vjam të arufshës, të s'pëguzoj me përdoj masi falna, se masi të lyj, nuk bën mi lagoj një 2-3 dit. A është gjuna mu falë me ta, mu falë... Me qka me lyj? Me vjam të arufshës. Vjam të arufshës. Qa shtu më kanë thonë. Edhe mos me i la, pastaj. Ja 2-3 dit, po, gjojt. Po, edhe
shputat e kombë e njëti problem është e ta mi lyë dhe me ata, për ide që po ta na mos mi lo kombë të një 2-3 ditë, a më njihet abdesa, së më njihet. E qartë. Selam aleikum, kanë lipshit mirë, natën e mirë. Aleikum selam, natën e mirë. Po hoqë? Po, unë mendoj se nëse dush me e përdor për ilaç, përdore. Të gjujt s'ki problem, se gjujt mos me ilaç 2-3 ditë, abdesi merët, veç dhe të zogu i kamët lanë kampë. Mirë po të shputat, aty është pak ma e komplikume, për shkak se ti mundash për shembull sot në sabah, nesër në sabah, po e zonë, që është me abdes, edhe mas i ke marrë abdes, i lynë gjojt, i lynë shputat, edhe i math çorapat, i math do çorapat trasha, tani ton ditën sa të merr abdes, prej meshit të parë 24 orë. Mund është për shembull, nëse ke marrë në sabah abdes, ndrejk e ki abdesin tjetër që ju jep mes çorapave, edhe 24 orë, gati 2 ditë të bohën që mund është pa i la kont. Mirë po kur kalon 24 orë që i mesit në abdesin tjetër s'ki qare pa i la kont. Po menoj përveç nëse është skajshmërisht me përdor ato e ato në zdime ta thonë se sa është e nevojshme, ato e thot mjeku ose dikush që merret vesh në këto gjana. Të gojt nuk ka problem, se 3 ditë mos me i la gojt, do më thonë nuk bëhet nome. Qartë, vazhdojmë tutje. Alo? Apo s'kemi telefonat, lexojmë një tjetër pyetje. Thot, punoj, por kam dyshime nëse të ardhurat e mia janë halal. Çfarë të bëj? Pse, do të me ditë pse o dyshime. Se dyshimi jo të mundet me konë vezvese, punën që e banë e ki halal, ashtu veprimtari e lejume, e ndershme, legjitime, në gjitha aspektet, e ki kontratën me punë dhansin, a i lyp shërbimet prej teje 1, 2, 3, 4, shtën detyrat tua, edhe të ofron ty pagesa e drejta, pushimi, kjo. Dhe këtu, çka ka për me pas frikë, nëse është halal apo nuk është halal. Nëse eventualisht je duke u marrë me do një veprimtari, e cila nuk është e lejume, aty pastaj është tjetër muhabet, do më thonë, veç trajtohet ndryshe. A nëse je në rregull, po prap po thu kam frikë, mësë nuk i kam të ardhurat halal, nëse është frika e pa bazë, atëherë lirohu prej saj se veç e banë për srane. Po menoj kur gjo nuk jashe hajrin asaj frike e cila nuk është e bazuar. Pra, duhet të dallojmë kujdesin, përgjithësinë ndaj punës me frikën e pa bazë, po. Shef, frika është në rregull, edhe e mirë, deri në atë moment që prodhon kujdes. Por nëse avancon më shumë, frika mundet me prodhu pengesë. E kur prodhon pengesë, atëherë ajo nuk është frika, ajo mundet me konë paranoja, ajo mundet me konë e tepërt, mundet me konë kështu, mirë po asaj veç hajri nuk i shihet. A asaj frikës na për shembull frika prej rreziqeve të caktuara, e cila neve na bën të kujdesshëm. E një prej rreziqeve është Zoti na ruajt edhe njeriu mos me konë i kujdesshëm te fitimi i tij. A është i lehtëshëm, a është halal, a është i ndershëm, a është në rregull. E tash një kujdes i këtil është shumë i mirë, se ti bosh. Mirë, po si të e sheh që a i kujdes s'po talen as një derë qelë, edhe jetën mo po ta bën të hidhur, nuk është mo e mundshme me jetu, po ke dyrt po e mbyll vetët, atëherë dije që ke hi ndoshta në një shteg të frikës që nuk të qetë aty ku duhet. Për atë arsye, nga njerë disa njerëz nuk është se e vrejnë shumë dallimin mes frikës reale, të logjikshme, të arsyeshme, edhe vezvesës, edhe komplekseve të ndryshme të cilat eventualisht munden me arandu jetën, por nuk prodhojnë diçka pozitive. Pyetja tjetër thotë, a lejohet nusja me kërku mehrin para martesës dhe sa? Po çysh s'lejohet kjo nuk është pyetje që i bëhet hoxhës, për arsye se Islami këtë punë e ka rregulluar. Domethënë, para martesës ajo nuk është nuse, po vajzë, domethënë pyetja do të më a lejohet vajza me kërku mehrin, po i takon, duhet me e kërku, sa të ka qef. Po mendoj nuk ka kufizim. Është diçka që i takon asaj, e kërkon mehrin. Normal, tash, veç do të kuptu që... To është kuptimi i realizimit.
Qysh po mendoni realizim? Pra me u kry çështja mehrit Po, sakt. para martesës. Do më thonë, ai zotnia që vjen me të lyp, nuk dush me trajtu si një njeri i cili ofron çmim për diçka dhe hajt t'ja rriti çmimin sa më shumë. Ai është bashkëshorti yt i ardhshëm. Kështu që edhe mehrit do të me konë suaza të logjikshmes, të pranueshmes, të njerëzorës, të gjithsesi me u përshtat edhe mundësitë e tij. Për ndryshe nuk ka ndonjë kufizim, përmendet në transmetime se ka ardhur Omer radiallahu ka dashur një herë me po mënoj të fol në një fjalim publik në xhami, i mi nxit besimtarët që mos me lyp shumë me herë me aqit një farë kufizimi e kështu me radhë, është ngrit një grua nga fundi i xhamis. I ka thonë, ç'po don ti me i qit kufi një gjë të cilës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ka qit kufi. Edhe Omeri në vend është nal. Ka thonë ajo zonja e ka mirë, Omeri gaboj. Po gjithë kjo, po më vesh do të me kuptu se ka të bëj me një afërsi e cila do të ndodh, me një kurore e cila do të lidhet e çdo dy njerëz masanit do të bëhen pothuajse një jo. Kaq. Mirë, marrim edhe një telefonat, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Zotëri, bota një pyetje veç pak kështu. Ka mundësi mrena 3-4 minuta deri të thirrët të zoni jasis me ndërprej pyetjet e juve. Faleminderit shumë. Përshëndes. Edhe ne të përshëndesim. Kjo pyetje ke për ty boja. Për regjin atje. Në se tash, ti e zonë. Në thonë daleni se është koha e zonit. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Hoxh, kështu arritëm në fund të emisionit. Faleminderit. Ishte kënaqësi si zakonisht boja bashkëbisedimi me ty dhe me të gjithë ata të nderuar, të respektuar që u paraqitën, edhe ata që na kanë përcjell, që padyshim se janë meritor për respektin ton. Allahun e falenderojmë për këtë mundësi. Alhamdulillah. Të dashur miq, kaq për sonte. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.